Mos e injoroni dhimbjen e kokës në mëngjes. Mund të jetë shenjë e një problemi serioz. Shumë njerëz gjohen her pas here me dhimbje kokë, por mjekët paralajmërojnë se dhimbjet e kokës që ndodhin, posa zgjoheni mund të jenë një nga sinjalet më të rëndësishme që trupi jep. Edhe pse shpesh lidhen me stresin, gjumin e pakët, dehidratim ose tension të muskujve të qafë. Në disa raste ato mund të tregojnë probleme më të thella shëndetësore. Pse ndodh? Dhimbja e kokës në mëngjes, tensioni i lartë i gjakut, apnea e gjumit, ndalje e frymarrjes gjatë natë, stresi dhe ankthi akumuluar bruzizëm, shtrëngimi i dhëmbëve gjatë gjumit, dehidratimi, anemia ose mungesa e oksigjenit, konsumi i tepërt i kafes ose heqja e saj papritur. Shenjat që nuk duhen injoruar. Dhimbje koke çdo mëngjes për më shumë se një javë, dhimbje shumë të fortë, ndryshe nga dhimbjet që keni zakonisht. Mpirje të krahut, këmbës ose fytyrës, vështirësi në të folur, marramendje e fortë, shikimi turbull, të vjella, të papritura pa arsye. Kur duhet kërkoni ndihmë mjekësore, mjekët theksojnë se dhimbja e mëngjesit duhet parë me seriozitet, sidomos kur shoqërohet me presion të lartë gjaku, probleme me gjumin, zhurmë në vesh, lodhjet. Këto mund të jenë shenja të problemeve neurologjike, shregullimeve të gjumit apo qarkullimit të dobët të gjakut. Mos prisni që dhimbja të bëhet e përditshme. Trupi paralajmëron gjithmonë, mjafton ta dëgjoni.